Hajde çfarë gëzimi që ta adhurojmë Zotin bashk. Sa e mrekullueshme është kur një ditë dar Zoti i vjen shpejt, edhe të shihemi aty lart në prezencën e Perëndis, siç ka premtuar. Sa gëzim. Ta dini, vëllezër motra, unë ju thash mirëmëngjes, po ja po ju them tani mirëmëngjes të gjithëve. Sot është një predikim i vështirë. Javën që kaloi ishte një predikim dorë më të parahatshmit që mund të dëgjonim ndonjëherë, po sot është një predikim i vështirë. Unë jam i bindur, në fakt, ashtu si puna e Satanit është që ne të mos dëgjojmë shkrimin, fjalën e Perëndis, sot është një nga predikimet që atij nuk i pëlqen. Diçka që Zoti dëshiron që ne ta dëgjojmë, jo sepse jam unë që dal përpara jush dhe e ndaj me ju këtë mësim nga fjala e Perëndis, jo as pak. Por duke njohur vullnetin e Perëndis që ai ka për jetën tënde, për jetën time, sepse e shkruan në këtë libër. Atëherë kjo më bën të reflektoj dhe të mendoj se sa peshë që ka fjala e Zotit dhe vullneti i Perëndis në jetën e secilit prej nesh. Jemi gati për fjalën, sot në fakt do të vijojmë me studimin e Ungjillit të Mateut, që e kemi filluar që kur filloi Noeu të ndërtonte arkën. Në fakt edhe ja ku jemi sot, në kapitullin 8, ju e dini që javën që kaloi ne filluam të studionim për koston e dishepullizimit. Edhe sot do të vijojmë me pjesën e dytë të këtij pasazhi, është një pasazh që keni aty, por është pjesa e dytë e pasazhit që ne do të shohim sot me vëmendje. Edhe javën që kaloi për çfarë folëm? Ne folëm për paratin, kosto e dishepullizimit. Sot do të flasim për një tjetër, në fakt, por pasazhi në vërtet fillon në një moment kulminant të shërbimit të Jezusit. Le të mos harrojmë që ai sapo kishte shpallur manifestin e mbretërisë, kapitujt 5, 6 dhe 7 Ungjillit sipas Mateut. Një autoritet i jashtëzakonshëm, mësime jetë ndryshuese. Edhe më njëherë pas kësaj, ai fillon që në bazë të këtij autoriteti që ai ka, të bënte një seri mrekullish dhe shërimesh në prezencë të njerëzve, të turmave që ishin aty. Kjo është shumë interesante sepse që në fillim një lebroz i del përpara Jezusit, më njëherë në fillim të kapitullit 8. Edhe Jezusi përkundër gjithçkaje, ne kemi folur, ai zgjat dorën dhe prek lebrozin. Diçka e cila mund të konsiderojë si diçka e jashtëzakonshme, si ka mundësi që dikush të prek një lebroz, ajo për cilën ai ka më shumë nevojë për një prekje. Më pas pam që Jezusi shëroi shërbëtorin e një kryeqindësi romak në distancë, nga largësia, dhe më pas shohim Jezusin që futet në një rreth familjar, në një mjedis familjare dhe shëron aty vjerrën e Pjetrit, apo jo, këtë kemi parë. Edhe interesante sepse fama e tij ishte përhapur, në të vërtetë, populariteti i Krishtit kishte shpërthyer. Edhe turma njerëzish ishin mbledhur se si është e mundur që një njeri mund të bëj gjëra të tilla, mund të flasë me kaq autoritet dhe të bëj mrekulli të cilat me të vërtetë janë të jashtëzakonshme. Turma njerëzish shkonin rreth Krishtit. Edhe çuditërisht në këtë moment ne do të mendonim që Jezusi do të shfrytëzonte këtë moment populariteti për të bërë diçka që ndoshta njerëzit e konsiderojnë si formimi i një lige të re apo i një, le të them, lëvizje të re, mbar kombëtare. Jo, përkundrazi. Jezusi i shpëtoi turmës. Si është e mundur që Jezusi e bëri një gjë të tillë? Nuk është Jezusi i dhëmshur ndaj turmave, po patjetër po. Po e dini pse? Sepse Jezusi nuk kërkon admirues të shumt. Por ashtu siç pam javën që kaloi, ai kërkon dishepujt përkushtuar. Njerëz që në të vërtetë e duan Jezusin jo për shkak të gjërave që ai bën. Si një njeri i cili patjetër ka fuqi, njeri i Perëndi, amen, ne e dimë një gjë të tillë, po për shkak të faktit se kush është ai në të vërtetë. Prandaj javën që kaloi ne folëm për ata për ju që nuk ishit dhe unë vërtet ju rekomandoj, zakonisht nuk e bëj një gjë të tillë, por nëse nuk keni qenë javën që kaloi për një arsye, ju lutem mund ta dëgjoni online predikimin e javës që kaloi. Në qoftë se
edhe bëm një pyetje, nëse do të dinim vetëm kaq që Jezusi është Perëndia në trajt njerëzore që vjen midis nesh. Edhe nëse e dinim që nuk do të përfitonim ndonjë gjë prej tij, a do ta adhuronim atë sërish? Kjo është një pyetje. Sepse ti je një dishepull i Jezu Krishtit, do të thotë që të kuptosh se cila është kosto, se sa do të kushtoj. Edhe javën që kaloi në folëm për një gjë të tillë që ne e ndjekim Krishtin jo për shkak të mrekullive që ai ka bërë, ashtu siç ishte në shekullin e parë që ne po i studiojmë nga fjala e Perëndis, jo për shkak të fuqisë së tij të madhe, megjithëse ai ka të gjitha këto gjëra, po për shkak sepse ai është ai që është. Amen. Jo për shkak të gjërave që ne mund të përfitojmë ose marrim prej tij si dhurata ose si bekime, po për faktin sepse ai është vetë dhurata, ai është vetë bekimi. Prandaj e ndjekim Krishtin. Edhe kjo është me të vërtet shumë e nevojshme për ne që ta kuptojmë. Atëherë, çfarë kërkon vërtet Jezusi? Le ta lexojmë pasazhin me vëmendje dhe të shohim pjesën e dytë. Pjesën e parë ne e pam javën që kaloi. Por Jezusi duke parë rreth turma të mëdha, urdhëroi që të kalonin në bregun tjetër. Pra, kështu ndodhi. Atëherë një skrib ju afrua dhe i tha: "Mësues, do të ndjek kudo që të shkosh." Dhe Jezusi i tha: "Dhelprat kanë strofka dhe zogjt e qiellit çerdhe, por biri i njeriu nuk ka as ku të mbështes kokën." Për këto gjëra folëm javën që kaloi. Pastaj një tjetër nga dishepujt e tij i tha: "O Zot, më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim." Por Jezusi i tha: "Më ndiq dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet." Le të lutemi sepse kemi nevojë. Ati dashur, faleminderit për këtë mëngjes. Faleminderit për fjalën tënde. Faleminderit Zot për shenjtërinë tënde, Zot. Faleminderit që ti je krijuesi i universit. Faleminderit Zot që ti je shpëtimtari ynë. Faleminderit Zot që ti je e vërteta dhe jeta. Zot, unë të lutem që të shikosh zemrat tona sot. Na jep sipas saj. Na jep sipas të vërtetës tënde. Na jep, o Zot, që të shohim me të vërtet vullnetin tënd ashtu siç është, i pastër nga fjala jote. Dhe Zot, le të kuptojmë se çfarë do të thotë të ndjekim ty. Preki zemrat tona sot. Na fol dhe na mëso, Zot. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Sapo kishte mbaruar një bisedë me skribin, që dëshironte që të ndiqte Jezusin. Edhe donte që të ishte një dishepull i Krishtit. Dhe ne e kuptojmë dhe dim, le ta rithem edhe një herë që fjala dishepull do të thotë nxënës, ndjekës, student i Krishtit, dikush që mëson prej tij edhe ndjek Krishtin. Ky është kuptimi i fjalës dishepull që ne përdorim. Edhe kjo është e rëndësishme për ta kuptuar. Tani këtu shohim që në pjesën e dytë, pikërisht në vargun 21 dhe në vargun 22, pra në pjesën e dytë të këtij pasazhi që ne po studiojmë së bashku, shohim që një dishepull tjetër i afrohet Jezusit. Me sa duket, ky ishte pjesë e rrethit të gjerë të dishepujve që ndiqnin atë. Po a do të ishte ai një ndjekës i vërtet i Krishtit? Në këtë rast, shikoni pak, Jezusit ky i thot: "Më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim." Ndërkohë që në fillim shikoni këtë të parin, një skrib ju afrua dhe i tha vetë: "Mësues do të ndjek." Ndërsa në vargun 21 ky tjetri duket sikur dëgjoi thirrjen e Jezusit: "Më ndiq." Duket sikur këtë të dytin, duket sikur Jezusi po e rekrutonte, po i thoshte: "Dëgjoj, hajde dhe më ndiq." Edhe në fakt ky i tha: "O Zot, më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim." Është e vështirë të jesh një dishepull i vërtet i Krishtit, e dini pse? Sepse në fakt ka prioritet në dishepullizim. Edhe jo çdo njeri do të dëshirojë që të paguajë koston, me që po flasim për koston e dishepullizimit. Ky vjen tek Jezusi. Ky është i ndryshëm nga ai i pari, ky dishepull. Dhe Bibla si identifikon një tjetër nga dishepujt e tij. Ky ishte një ndjekës deri në këtë momente, po a do të vazhdoj
ta ndjek Jezusin, dhe është një pyetje legjitime. Është diçka që, ose është një kërkesë, le të them, legjitime, më mirë kështu, është fjala e dur, që ky i bën Jezusit. Është një plotësisht arsyeshme, madje e devotshme. Ky i thot, Zot, më jep më parë leje, më lejo të shkoj të varros atin tim. Tani, në shekullin e parë, sepse shumë e rëndësishme të kuptojmë kulturën e asaj kohe, se ku zhvilloheshin dhe si zhvilloheshin ngjarjet në ato kohë, për të kuptuar se çfarë po ndodhte në këtë pasazh, çfarë po ndodh në këtë pasazh. Duhet kuptojmë që në atë kohë, në fakt, ky nuk ishte një justifikim i thjeshtë, ishte një detyrim i shenjtë. Vjen re që detyra për të varrosur prindrit ishte diçka e shenjtë në atë kohë. Jo vetëm sepse i inkurajohej nga ligji, apo jo sepse vetë në ligj thuhej që do të nderosh prindrit. Është shumë e rëndësishme një gjë e tillë. Por kjo ishte e rrënjosur thellë në urdhërimin për të nderuar baban dhe nënën. Edhe ishte një nga detyrimet më të larta morale, fetare dhe familjare. Dhe të neglizhoje këtë detyrë, po them, detyrë të shenjtë, le ta konsiderojmë kështu. Do të thoshte që të tërhiqe mbi vete një turp të madh dhe të rrezikoje që të përjashtoheshe nga komuniteti. Kështu që, duke pasur parasysh të kontekst, le të kuptojmë së pari që babai i këtij njeriu nuk kishte vdekur. Ende. Ka një kuptim tjetër, kjo idiom që ne do të shohim dhe do të studiojmë së bashku, sepse nëse babai i atij njeriu do të kishte vdekur atë ditë, le të them, ç'pun ka ky njeri të rinte aty? Pse duhet të rinte ai me turmën? Pse duhet ishte ai duke folur me Jezusin? A nuk duhet ishte në shtëpi duke u përgatitur për gjërat e zisë edhe të varrimit edhe gjithçka që duhet kryej dikush i cili i ka ndodhur një fatkeqësi? Çfarë bënte ai aty? Nëse në të vërtetë do të ishte kështu. Kështu që kjo frazë, më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim, ishte vërtet një idiom e kohës. Është si thuash ai do t'i thoshte, nëse ne do ta thoshim sot Jezus, un kam një detyrim që t'i shërbej babait sot, derisa ai të jetë gjallë. Edhe ditën që ai do të vdes, unë do të vi të ndjek. Dhe thënë, ky është kuptimi i kësaj. Më lejo të qëndroj derisa të vdes babai. Unë kam detyrime, përkushtime ndaj familjes time, kam disa detyrime të cilat duhet i kryej, edhe në këtë kuptim unë të duan vite të kryej pastaj detyrimet e zisë edhe të varrimit, edhe të marrë dhe trashëgimin, edhe pastaj do të vi të ndjek. Plotësisht. Thelbi i problemit mbetet i njëjtë. Dishepulli po vendos një kusht për bindjen ndaj Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Është një krishter tipik që gjithmonë ka një justifikim për të mos ndjekur Zotin. Siç e thash, jo se babai kishte vdekur atë ditë, jemi të qartë. Po një dishepull i cili refuzon të lexojë Biblën, jep një justifikim. Që jep një justifikim për të bërë diçka për Zotin, për të dëshmuar për Zotin, për t'i treguar dikujt për Krishtin. Që nxjerr një justifikim për të mos i shërbyer Zotit. Ju mund thoni nga e diti një gjë të tillë, sepse problemi këtu nuk qëndron tek varrosja, por tek qëndrimi. Shikoni pak, si thuhet aty. Më parë mua, më jep mua leje, më parë mua. Në qoftë se është kjo dëshirë, më parë mua. Atëre shërbimi i Krishtit, shërbimi ndaj Krishtit nuk është ashtu siç duhet jetë, edhe prandaj është një çështje prioriteti. Askush nuk do të përparojë në jetën e krishter me një qëndrim mua më parë. Unë duhet të bëj diçka më parë. Edhe sigurisht që përkushtimi i tij është i kushzuar, jo absolut. Edhe ai thot Jezusit, po, do të ndjek, por edhe vonon bindjen e menjëhershme, duke i dhënë përparësi një detyrimi toksor, sado i ligjshëm të jetë ai detyrim toksor. Sado i nderuar të jetë ai lloj detyrimi. Pra kërkesa nuk ishte për një leje të shkurtër, vini re, por për një kohë të pacaktuar. Jemi qartë, do të them shumë e rëndësishme për ta kuptuar, edhe cili është urdhri që ai merr, sepse ne shohim justifikimin, më jep më parë leje, edhe urdhri i Krishtit. Në fakt,
si do të mendonim ne që do të ishte përgjigja e tij ndaj një njeriu të cilit sapo i bëri një kërkesë Jezusit që të shkonte dhe të varroste atin e tij. Si do të mendonim ne që do të ishte përgjigja e Jezusit? Po shko patjetër. Shko në funeral dhe hajde pastaj. Shko në funeral. Por Jezusi nuk i tha këtë. Nëse jati i tij do të kishte vdekur atë ditë, atëherë ne do të mendonim që Jezusi po i thoshte atij një nga gjërat më të ashpra, një nga përgjigjet më të ashpra, më, si thua, të pandjeshme, më mizore, le të shkoj deri këtu, që dikush mund të dëgjojë ndonjëherë. Sepse si mund t'i fliste Jezusi atij kështu? Më ndiq dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre, e vet. Ky do të varroste tatin dhe Jezusi i jep atë përgjigje. Duket një përgjigje shumë e ashpër. Interesant si vepron Jezusi. Të parit, atij skribit që vjen dhe i thotë, unë do të ndjek kudo që të shkosh. Jezusi i thotë, dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit kanë fole, por biri i njeriut nuk ka ku të mbështes kokën. Vjen ky i dyti. Ky i dyti tani, edhe Jezusi thotë, më ndiq, edhe thotë, lëri të vdekurit varrosin të vdekurit e vet. Vëllezër motra, kjo është një thënie e thjesht për ta thënë. Edhe ndoshta edhe e thjesht për ta kuptuar. Unë do të bëj çmos që ta përmbledh sa më thjesht, sa më shkurt këtë mësim të Krishtit, edhe për ne sot, edhe me këtë do të merremi ne, sepse ky është pasazhi, këto dy vargje që do të studionim. Po sa i rëndësishëm që është. Është një përgjigje mirë, sepse shumë besimtarë, edhe mund të përfshihemi edhe ne këtu, ose edhe ti vetë personalisht, nuk i japim rëndësinë e duhur fjalës Perëndis. Edhe Jezusi i kërkoi prioritet sa i takon të ndjekurit të tij. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të marrësh pjesë në funeralin e babait. Jemi të qartë, domethënë deri tani për këtë po flasim, ose të ndihmosh në përgatitje dhe planifikim, po do të thotë që ndjekja e Krishtit kërkon prioritet të plot, përndryshe nuk do të jemi ndjekës të mirë. Çdo gjëje duhet të jepet më pak prioritet se sa Krishtit. Tani ky është një mësim i vështirë për të mësuar. Por është një mësim që duhet mësuar. Pavarësisht sa rënd mund të na tingëllojë. Sepse ndryshe ne nuk do të jemi një dishepull i mirë i Jezu Krishtit. Fjala e Zotit duhet jetë më lart, më e rëndësishme se sa të afërmit tanë, se sa familjarët tanë. E dini pse e them një gjë të tillë, sepse përgjigjja e Jezusit është një ndër thënjet më tronditëse, më të mprehta që mund të dëgjohet ndonjëherë në ungji, që mund të shikohet në ungji. Dhe ai synon vërtet Jezusi ta shokojë dëgjuesin për ta detyruar që të rivlerësojë prioritetet. Që ai të kuptojë se çfarë do të thotë jesh një ndjekës i Jezusit, një dishepull i Jezusit. Prandaj në vargu 22 Jezusi i tha, më ndiq dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit të vet. Ja çfarë po i thotë Jezusi? Ai po i thotë, hey, ju po vendosni ose ti po vendos familjen tënde mbi faktin që të më ndjekësh mua. E dini pse, vëllezër motra, dhe kjo është shumë e rëndësishme, le ta them që në fillim, sepse Jezusi nuk doj që të jetë në vendin e dytë apo të tretë në jetën tonë. Jezusi doj që të jetë i pari në jetën tonë. Të jetë në vend të parë në jetën tonë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Lejoni ta them që tani këtë, sepse pastaj do ta shikojmë dhe për ta kuptuar, sepse kjo deklaratë ka dy pjesë të pandashme. Pjesa e parë është një urdhër i qartë dhe i menjëhershëm. Jezusi i thot atij, më ndiq. Më ndiq e thot. Interesante. Urdhri është në kohën e tashme edhe thekson urgjencën absolute të thirrjes së mbretërisë së Perëndis. Nuk ka vend për më vonë, apo pasi të, apo kur të jetë koha e dur, por thirrja e Jezusit nuk është opsion në këtë listë, sikundër e lexojmë, por është një prioritet suprem. Edhe pjesa e dytë është një shpjegim enigmatik, edhe për shumë prej nesh ndoshta mund të na tingëllojë diçka si misterioze, pa kuptueshme, se çfarë do të thotë një gjë e tillë. Cila është kjo përgjigje e Krishtit që është kaq radikale? Kjo nuk është një lojë fjalësh, por e dini çfarë po bën Jezusi këtu? Ai po bën një dallim midis vdekjes frymërore dhe vdekjes fizike. Ju mund thoni çfarë po thua, si mund ta kuptoj? Ja, këtë do të shpjegojmë së bashku që Jezusi po e bën. Është një tregues, e bën këtë dallim. Pra është një tregues i fjalës Perëndis, që ajo
bën ndarjen. Gjithmonë Jezusi sa herë përballet me dishepujt, i vë ata në një udhkryq që ata duhet të zgjedhin. Por pikë së pari duhet ta kuptojnë se pse bëjnë atë zgjedhje. Kjo është më e rëndësishme. Nëse nuk e kuptojnë gjithsesi ti besojnë Jezusit dhe të bëjnë atë që ai thotë. Por Jezusi i çon në udhkryq. Po keni vënë në fjalën e Perëndisë që në Bibël ka njerëz që quhen të vdekur edhe megjithëse janë të gjallë, jetojnë. Po. Në Bibël ka shembuj të tillë. Edhe janë pikërisht njerëz që janë pa Krishtin, të ndarë nga Zoti, që nuk e njohin atë personalisht, të ndarë nga Jezu Krishti. Edhe megjithëse mund të jetojnë përsëri, ata janë të vdekur. Shikoni tek Efezianët kapitulli 2, janë 2 vargjet e para. Pali u shkruan besimtarëve të kishës në Efez dhe i thotë, ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur, thotë, në shkelje dhe në mëkate. Pra, juve ishit të vdekur, jetonit, dakor, njerëz që bënit stërvitje, vraponit, dakor, luanit volejboll, basketboll, ku di unë, po zemra pomponte gjak në çdo pjesë të trupit. Pra, njerëz që jetonit. Por ishit të vdekur në faje dhe në mëkate. Pa Krishtin. Pa Krishtin në jetën tuaj. E njëjta gjë i thuhet edhe Timoteut, tek letër parë Timoteut. Nëse ju kujtohet, për shembull Pali jep disa kërkesa Timoteut se si ai të sillet me vejat, me vejushat në kish. Edhe thekson aty disa gjëra që çfarë e kualifikon një vejush të vërtet në Krishtin. Edhe i thotë që dëgjoj se janë disa thotë që nuk futen në këtë kategori. Nuk janë të tilla. Edhe tregon aty duke bërë një kontrast që ka të tilla, thotë që nuk i nënshtrohen Krishtit, vazhdojnë në shturje. Prandaj thot aty tek letra e parë e Timoteut kapitulli 5 dhe vargu 6, ka të tilla që nuk kualifikohen për tu konsideruar si vejusha nga kisha, sepse ndërsa ajo që jeton në shturje ndonse rron është e vdekur. Pra jemi të qartë? Shikoni si e bën ndarjen fjala e Perëndisë. Shumë herë shihni njerëz të vdekur, njerëz që janë pa Krishtin, të cilëve u referohemi si të vdekur dhe pse janë gjallë. Dhe sigurisht kjo është arsyeja pse ka nevojë për një lindje të re. Amen. Njerëzit ka nevojë për një lindje të re. Jezusi tha, pëndiq, kthehemi në historinë tonë, dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet. Le ta them edhe një herë. Këta të vdekurit e parë këtu i referohen atyre që janë të vdekur frymërisht përpara Zotit. Dakor? Këta të vdekurit e dytë këtu, lejoni ta ndaj kështu. U referohet atyre që janë të vdekur fizikisht. Jemi të qartë? Ta përkthejmë tani si një shprehje që Jezusi i thot për ta kuptuar, le të jenë të humburit, ata që nuk janë ndjekësit e mi, që të kujdesen për çështjet e atyre njerëzve që janë gjallë derisa të vdesin. Jemi të qartë? Pra le të jenë njerëzit që nuk më ndjekin mua. Ata që të merren me çështjet e kësaj jete, sa u takon të vdekurve. Ndërsa ju i përkisni shërbimit të jetës. Ju duhet të çoni njerëz në jetë. Të më ndiqni mua sepse shërbimi që keni është një shërbim i jetës. Lëri çështjet e vdekjes së kësaj bote në duart e atyre që janë të fokusuar tek jeta fizike e kësaj bote. Ndërsa ju më ndiqni sepse keni një thirrje për mbretërinë e Perëndisë, që të më ndiqni mua. Si mund të tingëlloj kjo? Përqendrohu në çështjet e jetës. A nuk janë vëllezërit, motrat, familja jote e zgjeruar përgjegjës për tu kujdesur për nevojat e prindërve të tu gjatë atyre kohërave, ndërkohë që ti je duke më ndjekur mua, sepse në atë kohë familjet ishin të mëdha, bënin shumë fëmijë, me thënë drejtën. Lavdi Zotit për njerëzit që i besojnë Krishtit. Amen? Por le të mos fokusohemi tek një detyrë
e lishme, megjithëse ka një prioritet shumë të madh, kjo gjë që të kujdesemi për të afërmit tanë, kjo nuk diskutohet. Po le të kuptojmë faktin që Jezusi është i pari. Ta them edhe një herë, sa do e rënd ti duket dikujt. Jezusi nuk dëshiron vend të dytë apo të tretë në jetën tonë, vëllezër motra. Ka përparësi absolute mbi gjithçka tjetër. Mesazhi është radikal i qartë. Lëri ata që jetojnë në sferën e vdekjes shpirtërore të merren me çështjet e jetës fizike. E vdekjes fizike, gjithashtu. Kjo deklarat vjen re, unë dua të vendos ekuilibrin këtu, shumë e rëndësishme. Nuk mohon vlerën e familjes apo të detyrimeve shoqërore. Në asnjë mënyrë. Jezusi vetëm mbështeti urdhërimin apo jo për të nderuar prindrit. A nuk u tha tek Marku 7 një gjë të tillë? Jezusi nuk po e zhvlerëson urdhërimin për të nderuar prindrit, por përkundrazi ai po vendos një parim themelor të mbretërisë që asnjë detyrim toksor, vjen re, Leoni do ta theksoj këtë gjë, me bold do ta theksoj. Sado i shenjtë që të jetë ky detyrim, nuk mund të vihet përpara thirrjes së tij sovrane për të dhënë njerëzve jetë për ta ndjekur Krishtin. Edhe ai po thotë, shiko, do të më ndjekësh çfarë qëllimi fisnik që ke. Nuk diskutohet, por e kupton që kjo do të kërkojë sakrificë që ti ta arrish një gjë të tillë? A e kupton se çfarë do të thotë të jesh një ndjekës i Jezu Krishtit, një dishepull i Jezu Krishtit? Ai nuk po thotë që të jesh i papërgjegjshëm, nuk po thotë që të mos e duash familjen tënde, të mos e vlerësosh atë, po ai thotë thjesht po thotë kush është numri 1 në jetën tënde. Kush është? Edhe Jezusi thotë, unë nuk dua të jem numri 2. Nuk dua të jem numri 2 në jetën tënde. Këtë po thot. Po vendos familjen si një justifikim që të mos më ndjekësh mua. Tani, më lejoni ta them këtë me dashuri. Me shumë dashuri. Biblikisht, kjo është ajo që kur diçka futet midis nesh dhe Zotit, çfarë quhet? Thuaj. I dhujtari. Sa do e mirë, ose le të them, madje edhe gjërat e mira si familja. Ja them me shumë dashuri, por është e vërtetë. Kujdes. Kujdes me Zotin, ai kërkon prej nesh bindje tani. Zoti ynë kërkon prej nesh bindje tani, jo kur të bëhen 2 ditë bashkë, siç e thonë një shprehje popullore. Por Jezusi kërkon bindje për nesh tani, edhe besnikëria ndaj familjes së re frymërore në Krishtin i tejkalon edhe lidhjet e familjes toksore kur ato vinë në konflikt. Shumë e rëndësishme, lutem mos më hiqni nga konteksti as nga fjalët, se ndryshe do të keq kuptohem sot. Ajo çka po bën Jezusi këtu është vendos parimin themelor të mbretërisë së tij që besnikëria e tij si mbret i tejkalon edhe lidhjet e shenjta toksore. Ai krijon një familje të re në tokë. Prandaj te Mateu kapitulli 12 dhe vargu 50, ai thotë sepse kushdo që kryen vullnetin e Atit tim, që është në qej, vjen re me vëmendje. Shikoni, për ndryshe ky varg nuk do të kuptojë ndryshe. Ai më është vëlla dhe motër dhe nën. Pra, një familje re frymërore e bazuar në bindjen ndaj vullnetit të Atit. Urdhri i tij nuk është antifamilje, por është pro mbretëri. Dakor, ky është ekuilibri për ta kuptuar qartë këtë pasazh, për ndryshe ka njerëz që abuzojnë dhe shkelin dhe urdhrimet e Zotit duke kuptuar që Zoti më kërkon mua që unë ta ndjek atë edhe punë e madhe çfarë bëhet me familjen time, me prindrit e mi, jo, sepse po shkel prapë të detyrë të shenjtë që Zoti ka dhënë që duhet kujdesesh. Duhet kujdesesh për ta. Por përsëri pyetja qëndron dhe është e vërtetë. Kush është i pari në jetën tënde? Çfarë justifikimi jep ti? Nëse ka njerëz të tjerë
që janë të humbur, edhe mund të kujdesen për këtë jetë toksore, le të kujdesen ata. Por ti më ndiq. Ti më ndiq, sepse ke mbi veten tënde diçka që është më e lartë. Ke shërbimin e jetës. Sigurisht, përgjegjësia jonë të duam familjet, familjarët, është mëse biblike, thash, është një urdhërim Jezusi nuk e zhvlerësoi këtë urdhërim. Por duhet kemi kujdes. Dishepulli këtu është ngadalt, është hezitues dhe lejon një përgjegjësi të ligjshme që të bëjë justifikim për mosbindje. Sfida e dishepullit ishte vonesa për shkak të prioriteteve të tjera edhe kur ato ishin të ligjshme. Edhe është e ligjshme një gjë e tillë, është totalisht e mirë kuptueshme. Nëse ke një fatkeqësi në familje nuk diskutohet, po ky nuk ishte rasti që babai i tij kishte vdekur atë ditë. Por ky po vononte bindjen ndaj Zotit dhe Zoti i thotë: "Kujdes, më ndiq. Ti më ndiq. Nuk kam vend në fund të jetës derisa prindrit e tu të mos jetojnë më, edhe pastaj të më ndjekësh mua." Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Kjo është kërkesa e Jezusit edhe cilat janë gjërat e mira, fisnike dhe të rëndësishme që ne i vendosim si parakusht për bindje totale dhe të menjëhershme. Shembujt janë të shumtë. Mbase je duke menduar, Zoti do të shërbej ty pasi të mbaroj studimet, shkollën. Të mbaroj njerëz studimet, të mbaroj shkollën, pastaj do të shërbej ty. Unë do të bëhem serioz në besim pasi të siguroj karrierën, stabilitetin financiar. Kur unë t'i kem siguruar gjitha këto, atëherë unë do të jem besnik, unë do të jem ndjekës i Krishtit pasi fëmijët të rriten. Sapo kam lindur, ka 2, 3, 4, 5 vjet që unë kam lindur, po do të pres edhe një 5 vjet të tjera sa fëmia të rritet, edhe pastaj unë do të shërbej ty, do të jem bujar në dhënje pasi të siguroj pensionin, me ta siguruar pensionin unë do të jap ty në fund të jetës. Në fund të jetës do të jap. Dhe fjala nesër shpesh është armiku më i madh i bindjes së sotme. Ja këtu qëndron problemi. Thirrja e Jezusit është tani. Çdo vonesë refuzon, ose le ta them, çdo vonesë që ne mund të bëjmë përpara Zotit, rrezikon që të kthehet në një refuzim të përhershëm. Prandaj sot është koha që ne ndjekim Krishtin. Jo kur t'i sigurojmë të gjitha ato. Pse e duam Krishtin e vetëm si shpëtimtar, edhe jo si Zot? Pse themi, Zoti më shpëtoi edhe, dakor, ai është shpëtimtari ynë pa, është Zoti i jetës tonë. Një çfarë do të thotë ti je Zot i jetës, që ai ka fronin e jetës tënde. Sot, praktikisht. Jo një ditë tjetër, jo në një kohë kur t'jetë vakti, por sot. Ne duam Krishtin. Duhet jetë si Zot, duhet jetë Zoti në fronin e zemrës tonë. Ndërkohë që Ungjilli i vërtet na thret të mohojmë veten, ta ndjekim atë, na kushton jetën e vjetër, por na jep jetën e vërtetë, dhe pasazhi ynë e ilustron këtë, pra e shijojmë jetën e vërtetë. Jezusi nuk rekruton vullnetarë që të jetojnë sipas qefit. Ai thret dishepuj që e kuptojnë që janë të gatshëm për të paguar koston. Kjo është. E di, për disa prej jush këto gjëra mund të tingëllojnë të vështira, dhe janë të vështira, po më lejo të shprehem edhe ta them një gjë të tillë. E dini pse është i denj Krishti për ta ndjekur? Për shkak të vlerës që ai ka. A mund të krahasohet? E dini çfarë tha Pali, ai që ishte një mësues i madh i ligjit te Filipianët kapitulli 3? Sa i takon ligjit, ai ishte i paqortueshëm, thuhet, këtë dëshmi jep.
ndjekës i ligjit, zbatues i ligjit, i përpikt. A i tha, e di si është puna? Unë të gjitha këto gjëra, tha, i konsideroj pleh në krahasim me vlerën e madhe, madhështore të ndjekjes së Krishtit. Nuk mund ta krahasojmë Zotin tonë Jezu Krisht me asgjë tjetër në këtë botë. Edhe vërtet, javën që kaloi në folëm që ai i tha atij dishepull, atij skribit, sepse një tjetër nga dishepujt thuhet, por dhe ai ishte ndër ata që donte të ndiqte Krishtin. I tha, dhelprat kanë strofkat. Zogjtë e qiellit kanë folet, por biri i njeriut nuk ka ku të mbështes kokën. E vërtet, ai erdhi në tokë. La gjithçka aty lart. Në momentet caktuar nuk kishte ku të mbështeste kokën, e folëm për këtë gjë javën që kaloi, nëse nuk kishte. Po ai erdhi që të bënte për ne gati një shtëpi. Gjoni 14. Një shtëpi aty lart. Jo vetëm kaq, por ai foli këtu për të vdekurit. Nuk diskutohet, por Jezusi erdhi edhe i kushtoi gjithçka. Te Filipianët 2 thuhet që ai erdhi dhe u bë shërbëtor dhe i bindur deri në vdekje, thot deri në vdekje të kryqit. Ai nuk erdhi që t'i shërbejnë, po erdhi për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve. Kështu që mos u tremni, nëse jeni për të parë sot, ta dini që Jezusi t'i kushtoi gjithçka që të vinte dhe të jepte jetën e tij në kryq për ne që jemi mëkatar. Që ai që i beson Krishtit merr dhuratë jetën e përjetshme. Të ndjekësh Krishtin pastaj, kjo është një gjë tjetër. Ti besosh atij, të jep jetën e përjetshme. Por të ndjekësh Krishtin, sepse dëgjoni, them për të gjithë. Jezusi premton që të plotësojë të gjitha nevojat tona. Amen? Filipianët 4. Jo domosdoshmërisht të gjitha rehatit tona. Mirë, jemi të qartë këtu se mua më duhet të them një gjë, po të vendos dhe ekuilibrin që të tjerët ose ju të mos skandalizoheni, sepse Zoti ynë është besnik. Edhe ai është me ne deri në fund të botës. Nuk na braktis kurrë. A mund të na kushtoj ndjekja e tij? Po, mund të na kushtoj shumë, mund të na kushtoj dhe jetën. Por pavarësisht gjithçkaje, nëse humbasim gjithçka për ta ndjekur atë, a mund ta adhurojmë atë sërish? E di, dikujt i shkon mendja te Jobi. A mund ta adhurojmë Zotin sërish? Nëse nuk na mbetet diçka në këtë jetë, dhe di që kjo gjë është ekstreme që unë po ju them tani, a jemi gati të themi, Zot, unë jam gati të të ndjek ty pavarësisht çfarë gjëje mund të më ndodhë. Edhe të marrë gjithçka që Zoti ka për ty në jetën tjetër. E di, janë fjalë të vështira për t'i thënë, por ja, është momenti i dur në këtë moment të predikimit. Se po ti kisha thënë në fillim, do thoshit, ky nuk është në rregull. Zoti ynë është Zoti. Dhe ai meriton që ta vlerësojmë për atë që është. Pavarësisht gjithçkaje. Ne nuk e ndjekim Zotin për atë që mund të marrim prej tij, apo për atë që mund të shohim mrekullitë që ai bën, por e ndjekim Zotin, dhe një herë po them, për atë që ai është. Se kush është Jezu Krishti në jetën tonë. Edhe ai nuk kërkon të jetë i dyti, dhe i treti, dhe i katërti, dhe i pesti në jetën tonë. Ai do të jetë i pari, në fakt, vetë jeta jonë. Ky është kuptimi. Ky është kuptimi. Fokusohu aty ku duhet jesh. Predikon mbretërinë e Perëndisë. Bëj dishepuj. Të ndjekim Krishtin.
t'i shërbejmë ati me zell, me sinqeritet, sepse Zoti është i denjë. A është ai i denjë në jetën tënde? A është ai i denjë në jetën e kishës? A është ai i denjë për shërbimin që ne bëjmë ndaj tij? Mbi detyrimet tona, shoqërore, financiare, familjare, a i besojmë Zotit që ai do të kujdeset për të gjitha ato? Po dhe në qoftë se nuk e bën, a do të vazhdojmë të besojmë atij dhe ta ndjekim atë? Shikoni se sfida vazhdon deri në fund. A mund të llogarisim koston e të themi Zot, pavarësisht çfarë Zot, unë do të të ndjek ty me gjithë jetën time, me gjithë qenien time, me gjithë jetën time, me gjithë shpirtin tim, sepse ti Zot je i denjë. Jo, nuk dëgjoj shumë amen këte nga fundi, po fakt këto janë fjalë të rëndësishme. Pra ai që ka autoritet mbi çdo sëmundje, mbi çdo demon, mbi çdo stuhi, siç do ta shohim javën që vjen dar Zoti, dhe mbi vetë vdekjen që ndron para secilit prej nesh na bën të njëjtën ftesë të thjeshtë, të thellë, transformuese, më ndiq. Kostoja mund të jetë gjithçka që kemi, shpërblimi është gjithçka që ai është. E dim pasi je këtu sot edhe Zoti mbushi zemrën me zjarr, e nxeu pak. Lavdi Zotit qofse është kështu. Por kujdes, e dini si përgatitin çelikun ata që janë specialistë për ta përgatitur sot edhe me rafineri që e bëjnë, e përgatisin, por edhe me metoda më manuale në të kaluarën, dhe ndoshta e shpjegoj në këtë mënyrë më mirë. Ata që përgatisin çelikun, po edhe në mënyrë manuale, e nxejnë çelikun në një temperaturë të caktuar. Pastaj e lënë që të ftohet. Përdorin dhe ujë për ta temperuar etj etj. Pastaj e nxejnë më shumë në temperaturë më të lartë. Pastaj e lënë që të ftohet. Pastaj e nxejnë edhe më shumë në një temperaturë shumë të lartë. Pastaj e lënë që të ftohet. Derisa të shohin që çeliku ka arritur normën e fortësisë që ata kërkojnë. Dini kështu është me ne si besimtar, me zemrat tona, vëllezër motra. Kur ne lexojmë nga Bibla ose dëgjojmë një predikim, Zoti na ndet zemrën, aty ka një zjarr në zemër. Edhe Zoti na thot, bëje këtë gjë, merre këtë vendim, dhe ne e lëm të ftohet zemra. Edhe përsëri vim në kishë, dëgjojmë një predikim, një mesazh, Zoti punon e përdor fjalën e tij dhe ndez atë zjarrin brenda nesh, na e skuq atë zemrën dhe më shumë se ç'është. Tani jo është bollë kuqe vet, po është mënyrë metaforike të thënit. Edhe ne përsëri nuk bëjmë atë që Zoti na kërkon. Edhe e lëm zemrën të ftohet. Edhe Zoti përsëri e bën një gjë të tillë, duke na dhënë zjarr në zemër, që të bëjmë atë që atij pëlqen, dhe ne përsëri e lëm të ftohet. Edhe dini, arrim një moment ku zemrat tona ngurcohen. Edhe nuk mund t'i zbusim dot. Edhe nuk jemi më të ndjeshëm ndaj fjalës Perëndis dhe themi, po se një herë tjetër, edhe asnjëherë nuk vjen nesërmja. Rreziku më i madh për të qenë refuzues i Krishtit. Për ne besimtarët e kam fjalën. Çfarë të ka treguar Zoti kohët e fundit? Çfarë të ka mësuar nga fjala e tij? Ku të ka inkurajuar që të marrësh një vendim, që të hedhësh një hap, që ti besosh atij në diçka? Çfarë të ka thënë ai së fundit? Në lidhje me jetën tënde praktike, në punë, në shkollë, në familje, në marrëdhënie me vëllezërit, motrat, çfarë të ka thënë Zoti që duhet të bësh? Çfarë të ka thënë? Çfarë të ka mësuar? Ku të ka qortuar? Edhe i thua Zotit nesër, edhe zemra ftohet përsëri. Edhe Jezusi thot, sot është dita. Bindja e vonuar
është mosbindje. Prandaj Jezusi thot, ti fokusohu sot, më ndiq sot, sepse nesër mja mund të mos vi për ty. Sot më shërbe. Sot më ndiq. Lëre zjarrin tim të djeg zemrën tënde. Si shta Jeremia, që kam një zjarr në zemrën time, tha. Le të jetë Zoti i zemrës tonë, jo thjesht shpëtimtari i jetës tonë. Çfarë justifikime është kjo? Çfarë lloj pengesash i nxjerr përpara Zotit? Në mënyrë metaforike, cilët janë ata njerëz që ti dëshiron t'i varrosësh një herë? Çfarë janë? Cilët janë, çfarë janë ato gjëra në fakt, sepse është vërtet e rëndësishme për ta kuptuar. Do t'i shërbesh Zotit me gjithë zemër pasi fëmijët të mbarojnë shkollën, do të bësh bujar në dhënie pasi të shlyesh kredinë e shtëpisë, do të angazhohesh seriozisht në mision pasi dalësh në pension, edhe të kesh më shumë kohë të lirë. Cilat janë ato pengesa që thua do t'i kur të vi koha t'i varros njëri, kur të vi vakti? Cilat janë ato? Cilat janë ato? Çfarë justifikimesh i japim në Zotit? Çfarë justifikimesh i jep ti atij Zotit sot? Ju thash, predikimi sot që më është i vështirë. Por Zoti na thret me një thirrje të shenjtë, që ne të jemi të bindur ndaj tij sot. Pavarësisht si mund të na tingëlloj apo çfarë mund të mendojmë, Zoti është Zot. Edhe ai do që të jetë i pari në jetën tonë. Pavarësisht çfarë. Pavarësisht nga përgjegjësitë e ligjshme që ne kemi në këtë botë. Kjo është e vërtetë. Le të ulim kokën gjithë. Në fund, mesazhi është i qartë dhe i pandryshueshëm. Jezusi nuk i zbut kurrë kushtet e dishepullizimit. Ai nuk kërkon admirues. Ta admirojmë sa i mirë është Jezusi, por ai kërkon ndjekës. Çfarë mesazhi marrin fëmijët për nesh pasi të mbarojnë shkollën? Të ikin në botë, të bien në dashuri me një karrierë të re apo të qëndrojnë. Jezusi vërtet nuk ofron një jetë të lehtë. Ungjilli i Krishtit nuk është ungjill prosperiteti, siç predikohet në shumë vende. Por ai t'i jep një jetë me kuptim të përjetshëm. Ai nuk të premton reati në tokë, por premton veten e tij. Ai të premton praninë e tij. A është ai mjaftueshëm për ne? A mjafton Krishti për ne? Le ta ndjekim Jezusin tani, sepse ai është i denj. Ai është i denj. Çfarë gjërash na pengojnë? A është një zakon i keq? Apo më keq se kaq një varësi që ti ke? A mos është ndoshta një marrëdhënie toksike me disa njerëz ose me dikë që të kanë kontrolluar nga ana toksike, i burgosur i tyre emocional dhe nuk e guximin të bësh asgjë dhe nuk mund të ndjekësh Jezusin? Çfarë të pengon? E dini çfarë bën të 12-tët? Ata vazhduan të ndiqnin Jezusin dhe nuk u kthyen mbrapa. Edhe pse nuk i kuptuan të gjitha. Ata vazhduan të ndiqnin Jezusin dhe nuk kaloi shumë kohë pas kësaj derisa u bën ndryshues të botës. Dhe ky je ti, ky jam unë. A kemi probleme? Po. Kemi nevoja? Po. Le të mos vëmë asgjë para ti. Midis nesh edhe Zotit. Le të jemi të përgjegjshëm, njerëz me integritet, dhe të mos lejojmë që asgjë në jetën tonë të jetë midis nesh dhe atij.
Thjesht të vazhdojmë ta ndjekim. Vazhdojmë ta ndjekim. Të vazhdojmë ta ndjekim Zotin. Në qoftë se Zoti ka folur sot, a mund t'i thuash atij Zot, unë dua të ndryshoj. Le të marrim pak momente në heshtje. I lutem secili prej nesh të analizojmë veten, a duam ne të jemi vërtet ndjekës të Jezusit? Cila është kostoja që duhet të paguajmë? Cila është kostoja jote? Merë një vendim para Zotit sot. Edhe thuaj ti, Zot, unë dua të të ndjek ty, sepse ti je i denjë. Lutem, le të mbajmë kokën ulur, nëse është e mundur. Në qoftë se je këtu sot për të parë edhe dëgjove këto gjëra dhe mund të kenë tingëlluar të vështira, ndoshta të çuditshme, ndoshta paradoksale, por Jezusi erdhi që çdo njeri të ketë dhuratë jetën e përjetshme. Ai la lavdin e tij aty lart në qiell, edhe zbriti si njëri prej nesh, sepse ne jemi mëkatarë si njerëz. Kemi shkelur ligjin e Zotit. Po të drejtohem ty që ke ardhur sot për të parë ose të tjerë që ndoshta është herë e parë që janë midis nesh sot. Në Bibël thuhet të gjithë mëkatuan dhe nuk e arrin dot lavdinë e Perëndis. Dhe mëkati është të shkelësh ligjin e Zotit. Ligji i Zotit është duaje Zotin. Ligji i Zotit është mos vidh. Ligji i Zotit është mos bëj dëshmi të rreme, mos gënje, domethënë. Ligji i Zotit është mos vrit. Ti mund thuash, po unë nuk kam vrarë njerin, në Bibël thuhet edhe nëse ti ke urryer dikë, është njësoj sikur ta kesh vrarë në zemrën tënde. Ligji i Zotit është nderosh prindrit, edhe shumë janë shkelës të ligjit në këto pika. Ndoshta të gjithë janë në të gjitha, por çdo njeri është shkelës i ligjit, thuhet në fjalën e Perëndis. Nëse e shkel në një pikë, e ke shkelur të gjithë ligjin. Prandaj, në Bibël thuhet pagesa për mëkatin është vdekja. Të gjithë e meritojmë dënimin nga ana e Zotit, por Krishti erdhi edhe vdiq në kryq që të paguante këtë dënim. Ai vdiq në kryq, ishte i patmet, ishte i pamëkat, derdhi gjakun e tij që të shlyej mëkatet e atyre që do t'i besojnë atij. A do t'i besosh ti Jezusit sot? Ai derdhi gjakun në kryq, që ti duke i besuar tek atij, duke i besuar atij që ai erdhi për të vdekur në kryq për mëkatin tënd, për të paguar në vendin tënd, ishte një vdekje zvendësuese. Ai është gati të t'japë ty jetën e përjetshme. Nëse je këtu sot edhe do që ti besosh Krishtit, a mund të i thuash atij, Zot, më fal. Më fal për mëkatet e mia. Thjesht thuaj atij, Zot Jezus, më fal për mëkatet e mia. Unë e di që jam mëkatar, e di që kam shkelur ligjin tënd. Më fal për mëkatet e mia. Dhe unë besoj që vetëm ti, Zot, mund të falësh mëkatet e mia. Vetëm ti, Zot, që erdhe në kryq, derdhe gjakun tënd, të lutem më fal. Edhe më jep jetën e përjetshme, është një dhuratë. Zoti e ka për ty. A mund t'i thuash atij, thuaj sot, Zot Jezus, faleminderit që ti erdhe në tokë, u bëre si njëri prej nesh, edhe vdiqe në kryq në vendin tim. Jam mëkatar, Zot, e të lutem më fal. Unë besoj që ti vdiqe për mua, derdhe gjakun tënd për mëkatet e mia. O Zot, faleminderit për jetën e përjetshme. Më ndrysho, Zot, sepse unë dua të jem një ndjekës i yti. Në emrin tënd të çmuar lutem.